Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Temperaturat në Lushnjë dhe në gjithë vendin do të arrijnë deri në 40 gradë. Meteorologët paralajmërojnë për kujdes gjatë fundjavës pasi pritet të jetë kulmi i valës së të nxehtit. Sezoni veror duket se ka mbërritur më herët këtë vit. Në Lushnjë dhe në të gjithë vendin, ditët e para të qershorit janë shoqëruar me temperaturat të larta, duke lënë pas një pranverë të shkurtër. Qytetarët po i përshtaten temperaturave të larta duke shmangur daljet gjatë orëve të pikut dhe duke zgjedhur të kryejnë aktivitetet e përditshme në orët e paradites ose gjatë mbrëmjes, kur temperaturat janë më të përballueshme. Sheshet dhe rrugët e qytetit duken më pak të frekuentuara në intervalin nga ora 11 deri në 16, kur vapa arrin kulmin. Të moshuarit, por edhe prindrit me fëmijë të vegjël shmangin ekspozimin e gjatë në diell gjatë këtyre orëve. Meteorologët paralajmërojnë se vala e të nxehtit do të vijojë dhe në ditët në vazhdim, me temperatura që në disa zona të vendit mund t'i afrojnë 40 gradë Celsius. Specialistët e shëndetit këshillojnë konsumimin e sa më shumë lëngjeve, përdorimin e veshjeve të lehta dhe shmangjen e aktiviteteve fizike në orët më të nxehta të ditës. Java dhe fillimi i javës tjetër, paktën deri nga dita e mërkurë, do të jetë në ndikimin e një moti mjaft të nxehtë, ku do t'i afrohemi vlerës 39 gradë, mund të ketë zonat izoluara që t'i afrojnë edhe termometri 40 gradë. Megjithatë, qytetet ose qarqet me temperatura me vlerat më të larta do jenë Shkodra, në radhë të parë Berati, më pas vjen Elbasani, Gjirokastra, Tirana gjithashtu, dhe presim që gjithë tërësira perëndimore, të paktën sidomos nga fundjava, nga e shtuna dhe deri të mërkurën e javës tjetër, të jetë me temperatura shumë të larta. Duke qenë se gjatë gjithë këtyre ditëve, moti nuk është totalisht i thatë, pra kemi lagështirë prezente në ajër, rreshje ka gjatë gjithë kohës në zonat malore dhe lagështira do të bëjë që ne ta ndjejmë të nxehtin akoma më shumë. Presim nga mesi javës tjetër të ketë një freskim të motit dhe rënje të temperaturave ose më saktë normalizim të tyreve për rreth 2 apo 3 ditë. Ditët më të vështira pritet të jenë fundjava dhe fillimi i javës së ardhshme, ndërsa qytetarët po përshtaten me ritmin e një vere që ka ardhur më herët se zakonisht. Operacioni policor Stolen Gold godet skemën e trafikimit të arit të vjedhur në Lushnjë dhe në Fier. Sekuestrohen pasuri me vlerë rreth 2 milion euro. Një operacion i gjerë policor i koduar Stolen Gold ka çuar në goditjen e një skeme të dyshuar kriminale të trafikimit dhe tregtimit të sendeve me vlerë, të cilat dyshohen se ishin vjedhur jashtë vendit dhe më pas futeshin kontraband në Shqipëri. Sipas policisë së Fierit, pas një hetimi disa mujor të zhvilluar me metoda speciale, u arrestua 27 vjeçari DS, banues në fshatin Kreshpan të Fierit. Hetimet tregojnë se ai siguronte bijuteriari dhe argjendi, ora të markave të ndryshme dhe sende të tjera me vlerë të dyshuara si të vjedhura në Itali dhe Greqi, të cilat më pas i tregtonte në argjendarit në Fier dhe Lushnjë. Në kuadër të operacionit u shpall në kërkim edhe shtetasi BA, 45 vjeç, banues në Kraps të Fierit, i dyshuar për të njëjtën veprimtari kriminale. Policia bën me dije se po vijon puna për kapjen e tij. Gjithashtu janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 7 administratorë argjendarish në Fier dhe Lushnjë, të dyshuar se blinin dhe tregtonin mallra pa dokumentacion ligjor dhe sende të dyshuara si të vjedhura apo kontraband. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesa dhe subjekte tregtare, policia sekuestroi mbi 15 kg ar, më shumë se 4 kg argjend, 612 ora të markave të ndryshme, 13 varse me gur diamanti, sende të dyshuara me vlerë artistike e kulturore, para në lek dhe euro, aparate celular, DVR dhe sende të tjera. Sipas të dhënave paraprake, vlera e pasurive të sekuestruara arrin rreth 2 milion euro. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale pas bllokimit të autostradës dhe rrugës së Rinasit nga protestuesit. Bllokimi i rrugëve dëmton turizmin, investimet dhe imazhin e Shqipërisë, tha ai. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestës së zhvilluar një ditë më parë, gjatë së cilës u bllokuan për disa orë autostrada Tiranë-Durrës dhe aksi drejt aeroportit të Rinasit. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë u shpreh se protesta ka humbur lidhjen me kauzën fillestare dhe se tashmë po dëmton imazhin e Shqipërisë, sezonin turistik dhe klimën e investimeve në vend.
Rama theksoi se qytetarët kanë të drejtën të protestojnë në mënyrë paqësore, por shtoi se bllokimi i rrugëve dhe pengimi i lëvizjes së lirë të mira qytetarëve përbën një formë ekstremizmi që cënon jetë normale të shumicës. Sipas tij, dokumentacioni i procesit lidhur me çështjen e Sazanit dhe Zvërnecit tregon se qeveria ka vepruar në përputhje me interesin publik dhe standardet ndërkombëtare, duke argumentuar se protesta nuk lidhet më me shqetësimet fillestare. Kryeministri shprehu keqardhjen edhe për pjesëmarrjen e të rinjve në protestë, duke deklaruar se ata janë manipuluar nga individ, që sipas tij synojnë të dëmtojnë interesat e vendit. Në reagimin e tij, Rama kritikoi gjithashtu figura publike që kanë mbështetur protestën, duke i akuzuar se po përpiqen të përfitojnë politikisht nga situata e krijuar. Megjithatë, ai theksoi se qeveria do të reflektojë mbi shqetësimet legjitime të qytetarëve që kanë marrë pjesë në protestë, ndërsa shtoi se Partia Socialiste do të dalë më fort nga kjo situatë politike. Deklaratat e kryeministrit vinë në një kohë kur debati mbi protestat dhe mënyrën e zhvillimit të tyre vijon të mbetet në qendër të vëmendjes publike dhe politike në vend. Paga mesatare rritet, por gjysma e të punësuarve në vend marrin më pak se 60.000 lek neto, sipas Instat. Pagat në Shqipëri kanë vijuar trendin rritës edhe në fillim të vitit 2026 si pasojë e konkurrencës së bizneseve për të siguruar fuqi punëtore. Megjithatë, të dhënat tregojnë se një pjesë e madhe të punësuarve vazhdon të ketë të ardhura modeste. Sipas Instat, paga mujore bruto në 3 mujorin e parë të këtij viti arriti në 74.010 lek, duke shënuar një rritje vjetore prej 19%. Kjo do të thotë se gjysma e punonjësve në vend paguhen në këtë nivel, ndërsa gjysma tjetër mbi të. Në terma neto, pas zbritjes së sigurimeve dhe tatimeve, rreth 50% të punësuarve marrin më pak se 60.000 lek në muaj. Rritja më e fortë e pagave u regjistrua në 3 mujorin e parë të vitit 2026, e ndikuar edhe nga efekti zinxhir i rritjes së pagës minimale. Nga ana tjetër, paga mesatare bruto arriti në 90.119 lek, me një rritje prej 9.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se paga neto prej rreth 60.000 lekësh mbetet një sfidë për shumë familje shqiptare, veçanërisht për ata që përballojnë edhe kostot e qiras. Sipas tyre, kjo shumë mund të jetë e mjaftueshme vetëm si një pagë e dytë në familje ose për të rinj që sapo kanë hyrë në tregun e punës dhe nuk kanë ende detyrime të mëdha financiare. Amerika dhe Irani bien dakord të japin fund luftës duke nisur një kapitull të ri për lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë njoftuar arritjen e një marrëveshjeje paraprake që synon të jap fund konfliktit në lindjen e mesme pas negociatave intensive të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe të mbështetura nga vendet të rajonit. Sipas kryeministrit pakistanez Sharif, dokumenti zyrtar pritet të nënshkruhet më 19 qershor në Gjenevë të Zvicrës, ndërsa deri atëherë do të zhvillohen takime teknike për finalizimin e detajeve të zbatimit. Ai deklaroi se marrëveshja parashikon ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi arritjen e marrëveshjes, duke bërë të ditur se rihapja e ngushticës së Hormuzit do të realizohet pas nënshkrimit të dokumentit dhe përfundimit të masave të sigurisë. Ngushtica konsiderohet si një nga korridoret më të rëndësishme detare për transportin global të naftës dhe gazit. Marrëveshja parashikon gjithashtu nisjen e negociatave 60 ditore për programin bërthamor iranian dhe krijimin e mekanizmave të monitorimit për zbatimin e angazhimeve nga të dyja palët. Njoftimi është pritur pozitivisht nga komuniteti ndërkombëtar dhe ka sjellë reagime të menjëhershme në tregjet e energjisë, ku çmimet e naftës kanë shënuar rënje. Tashmë vëmendja është përqendruar tek takimet e ardhshme në Gjenevë, të cilat do të përcaktojnë nëse kjo marrëveshje do të shënojë fundin e konfliktit apo vetëm një armpushim të përkohshëm. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.